Tre arsye pse kafeja mund t'ju bëjë të ndjeni të përzjera. Kafeja pëlqejet nga miliona njerëz në të gjithë botën dhe shija e saj dhe aftësia për të rritur nivelin e energjisë. Megjithatë, ajo mund të shkaktojë disa efekte të padëshirueshme. Ajo që i jep kafes shijen e saj tipike, pra acidet, mund të shkaktojnë shqetësime pas konsumit të një filxhani. Ekspertët njohin arsyet pse kjo ndodh dhe çfarë duhet të bëni për këtë. Mund të vuani nga refluksi acid. Stomaku është një mjedis acide për shkak se kafeja përmban acide, kjo rrit aciditetin duke shkaktuar shqetësime. Këto acide mund të përshpejtojnë në tretjen e ushqimit dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz ndjejnë nevojën urgjente për të përdorur tualetin pasi pinë kafe. Sipas ekspertëve, acidet në kafe mund të shkaktojnë edhe simptoma gastrointestinale si urthi, refluksi dhe fryrja. Për ata që kanë refluks mund të ndjejnë shqetësime. Kafeja me stomakun bosh gjithashtu mund të shkaktojë të përzjera. Gjithashtu edhe pirja e tepërt të kafes dhe shtimi i qumshtit dhe mund të nxjisë gjithashtu probleme të intolerancës së konsumit të saj.